Me epë kënaqësi, pa dyshim. Pa dyshim. Okej, interesant. Si ndikon çmimi në aspektin psikologjik, se na bën përshtypje 9.99, pse jo 10 për shembull? Si e akcepton truni këto? Kjo 9.99 ka filluar në shekullin e 19 në Amerikë, mirë po shumë vonë në studimet e mendjes është kuptuar se arsyeja pse kryesisht ne lexojmë nga, sidomos në alfabetin ton, ne lexojmë nga majtas djathtas. Dhe në momentin kur numri 9 është numri i parë që ne asociojmë, atëherë truri e regjistron që vlera e këtij produktit është rreth vlerës 9, jo 10. Pavarësisht se ndonëse është 1 cent që bën diferencën. Do me thënë 99 e shmangim. Truri në formën biologjike të tij, momenti kur e bën leximin në mikrosekonda, e pranon 900 si bazë për të orientuar në raport me çmimin. Dhe më pas, në qoftë se shihet e 10, që është një vlerë më shumë, zgjohet pikërisht ajo dhimbja e pagesës më të madhe. Ndikojnë ngjyrat? Si ndikojnë ngjyrat në vlerje? Ngjyrat janë shqisat në përgjithësi, janë faktorët kryesorë që ndikojnë procesin blerës, dhe brendet ndër vite mundohen që ta simulojnë. Kjo ndodh sepse kur e shohim në një rrafsh antropologjik, ngjyrat gjithmonë kanë qenë indikator të mbijetesës, relaksit. Le të themi, ngjyra e kuqe gjithmonë ka qenë në përputhje me rrezikun, ngjyra blu e detit dhe e qiellit me qetësinë, ngjyra e gjelbërt mbi rigjenerimin, natyrën. Andaj edhe e shohim që vazhdimisht brendet mundohen që t'i asociojnë ato. Për shembull, shumica e bankave botërore mundohen që ta përdorin ngjyrën blu që të bëhet ulja e kortizolit, niveli i stresit dhe ulja e rrezikut financiar kur e shohin. Ndërsa, le të themi Coca-Cola dhe Netflix e përdorin ngjyrën e kuqe që të rritet adrenalina e personit në momentin kur e sheh produktin. Ka madje edhe brende si Nike që në momenti kur i vendosin këpucët në raft, mundohen që ta ndjekin ritmin e ngjyrës së tokës në poshtë, ngjyrës së detit në mes dhe ngjyrës së verdhë sipër, që të bëhet rikrijimi i hapësirës dhe natyrës. Në fund të ditës janë krejt ushqime të trurit biologjik. Dhe gjithë ato që i bëjnë ata, i mbështesin në studime. Patjetër. Mbështesin në studime të trurit, neuroshkencës, në mënyrë që sa ma letë depërtojnë tek njerëzit. Patjetër. Dhe mendoj që aq më shumë koha kalon dhe aq më shumë që po mishërohemi dhe po e kuptojmë trurin, po integrohen shqisat dhe po bëhet një eksperiencë e gërshëtuar. Për shembull, në qoftë se hini në një dyqan, apo në Londër është shumë e bukur që shumica e furrave, pavarësisht aromës që e lirojnë, ndonëse ndonjëherë kanë liruar edhe parfumeri të aromës së bukës, me synim që në mëngjes ta stimulojnë që njerëzit që kalojnë përreth të futen, po, që ta nuhasen. Atë gjitha shqisat i synojnë përmes marketingut. Po, dhe secila zonë e trurit ka funksione të ndryshme. Secila pjesë e trurit zgjon dhe më pas bëhet një reakcion kimik për brenda që e nxit atë dëshirën që ndonëse duket shumë letazi, shumë allegro, mirë po është thjesht një ndërthurje shumë komplekse neurologjike. Disa reklama me një herë të metën në mendje. Po. Si vlerëson këto reklama? Çka ndodh në këto raste? Pse disa